Infeksionet edhe virozat janë shumë bezdishme dhe njëkohësisht rrezikshme në çdo periudhë të vitit, po sidomos tani në stinën e verës, ato stimulohen edhe nga temperaturat e larta dhe fëmijët janë në grup moshat më të prekura. Si ti mbrojmë voglushët, kur duhet të shqetësohemi dhe kur duhet i drejtohemi mjekëve për të marrë këshilla apo për të marrë trajtimin e duhur. Jam me Entela Kostaqi, e cila është mjeke pediatre, ajo do të na ndihmojë sot në programin tonë për të marrë disa këshilla të vyera. Dua t'ju uroj mirëseardhjen. Mirëmëngjes Entela. Mirëmëngjes Kristin. Faleminderit që jemi ne sot Entela dhe që ndan kohën tënde. Çfarë është duke qarkulluar gjatë këtyre ditëve? Atëherë në këtë periudhë janë kryesisht duke qarkulluar infeksione gastrointestinale. Megjithatë stina e verës shoqërohet me një miks infeksionesh, përveç infeksioneve traktit gastrointestinal, për shembull këtë periudhë kemi kryesisht infeksione që mund të shoqërohen me infeksione në lëkurë, kemi kryesisht infeksione nga enteroviruset që janë disa viruse që japin përveç barket vjella, ndonjëherë të dhimbje fyti, edhe disa element në pjesën e fytit, shoqërohen shpeshherë edhe ndonjëherë edhe me shenja respiratore. Shiko, stina e verës, duke qenë se për shkak të ngritjes së temperaturave, bën shpeshherë shkak që dhe ushqimi të jetë i pa kontrolluar mirë dhe edhe helbimet nga ushqimi për shembull i kemi të shpeshta në këtë periudhë, të cilat shoqërohen me të vjella. Pastaj kemi infeksione të ndryshme, për shembull infeksione që na shoqërohen nga pishinat, që shoqërohen me infeksione të veshit të jashtëm, apo infeksione të tjera që janë si pasojë ekspozimit të gjatë në diell. Këto janë klasike, janë gjithmonë kur vjen kjo periudhë, shfaqen edhe këto raste? Po, në përgjithësi këto janë infeksione që shoqërojnë periudhën e verës. Kryesisht këto infeksione kemi aktualisht në këtë periudhë. Cila ju shqetëson më shumë prej tyre? Shiko, më shumë na shqetësojnë kryesisht infeksionet gastrointestinale që shoqërohen me të vjella të shpeshta, sepse të vjellat që janë shumë mbi 5 herë për shembull për 2-3 orë, apo vjella që ne i quajmë biliare që janë me ngjyrë jeshile, në përgjithësi janë problematike te fëmijët dhe kërkojnë një rehidrim. Përveç rehidrimit nga goja që shpeshherë prindrit janë të detyruar ta bëjnë, ndonjëherë kërkojnë dhe rehidrim në spital. Kështu që më shumë na shqetësojnë infeksionet gastrointestinale me të vjella të shpeshta, me diare të shpeshtë dhe me dehidrime që mund të jenë të mesme deri të rënda. Virozat të ngjashme, doktoresha, me gripin kemi gjatë këtyre ditëve, pra simptomat klasike, temperatura, ndoshta dhimbje e muskujve e trupit. Patjetër, kjo klinikë kryesisht shoqëron edhe infeksionet gastrointestinale, për shembull një pjesë e mirë e viruseve, siç janë për shembull enteroviruse, adenoviruse, shoqërohen përveç simptomave klasike me barke, me të vjella, shoqërohen shpeshherë me temperaturë të lartë, me dhimbje muskulare, me lodhje, me këputje, mungesë ushqyerje. Domethënë është klinika që shpeshherë na ngatron edhe me infeksione të rrugëve sipër me respiratore. Pra është një klinikë mikse, si themi. Që nga momenti i parë, që duken ato shenjat e para që je pa qejf, themi ne, deri tek momenti që viroza apo infeksionit ka pushtuar, cilat janë ato simptoma që nuk duhen neglizhuar nga prindrit? Dhe këtu i referohem më shumë edhe asaj që përmenda në fillim, grupmoshës fëmijëve, të cilët janë delikate dhe mbase duan dhe një kohë të gjatë, pak më të gjatë se sa të rriturit për tu rikuperuar. Shiko, tek fëmijët e moshës parashkollore, ajo që na shqetëson më shumë janë të vjellat e shpeshta. Për shembull, nëse një fëmijë vjell mbi 5 herë brenda 2-3 orëve, duhet çuar në spital. Një fëmijë që ka temperatura të larta, një fëmijë që vjen 5 herë brenda 2 ore, dhe nuk mban asgjë nga goja, pra nëse ne tentojmë të bëjmë rehidrimin nga goja me trisol, dhe ai nuk mban gjë nga goja, në këtë rast, sidomos nëse edhe të vjellat janë biliare ose me ngjyrë jeshile, siç e themi ne, në këtë rast fëmia duhet çuar në spital për të bërë një rehidrim, sepse stomaku nuk mban më nga goja. Pra ne do tentojmë rehidrimin nga goja. Nëse e shikojmë që fëmia vazhdon të vjelli, duhet çuar në spital. Nëse kemi temperatura të larta mbi 5 ditë, nëse simptomat shoqërohen me këputje, me përgjumje, me dhimbje koke, me vështirësi për të parë dritën, me dhimbje qafe, pra këto janë shenja që ne i kemi pak shenja alarmante dhe në këtë rast fëmia duhet çuar në spital. Pastaj, në raste më të thjeshta, pra kur fëmia ka vjell 2 herë, 3 herë gjatë ditës, nuk është problem, në këtë rast një fëmijë mund të menaxhohet edhe brenda në shtëpi.
Pra, këtu doja të ndalesha pak, sepse ka shumë prindër që panikosen apo merakosen më shumë se ç'duhet dhe nuk arrin do ta bëjnë diferencën kur duhet shkuar tek mjeku dhe kur është një rast që mund të trajtohet në kushte shtëpiake. Pra, nëse të vjellat janë sporadike, po thoni ju, ky është njëri moment. Po temperatura e lartë si menaxhohet në shtëpi? Temperatura e lartë shpeshherë shoqëron edhe dehidrimet. Për shembull, nëse një fëmijë ka humbur shumë lëngje, fillon dhe temperatura, apo ekspozimi i lartë në diell, për shembull te bebat e vegjël, që ne nuk e rekomandojmë shumë, pas orës 12, për shembull që një bebi i vogël të qëndrojë edhe në çadër, nuk rekomandohet të qëndrojë pas orës 12 deri në orën 5 mbasdite. Sepse rrjetet e diellit janë fuqishme dhe fëmia nuk arrin ta menaxhojë dot temperaturën e trupit dhe merr kryesisht temperaturën e mjedisit. Në këtë rast ne rekomandojmë që fëmia të qëndrojë në ambient me hije, në shtëpi, pra jo të qëndrojë në çadër, edhe pse është në çadër nuk rekomandohet të qëndrojë në plazh. Pastaj për sa i përket temperaturave si pasojë infeksioneve të ndryshme, ajo kryesorja që duhet bërë është që ne nuk duhet alarmohemi në rastin e një temperature. Ajo që duhet vlerësojmë mirë gjendja e përgjithshme e fëmijës. Nëse një fëmijë është aktiv, është i lumtur, duke luajtur, është ushqyer, ka pirë, sidomos nëse ka pirë lëngje, nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar, rasti menaxhohet në shtëpi. Pra në këtë rast duhet të qëndrojmë të qetë, thjesht të japim sa më shumë lëngje fëmijës, ta zhveshim nga veshjet e tepërta, dhe të ruajmë qetësinë. Nëse temperatura kalon temperaturën 38,39 dhe fëmia nuk është komfort, në atë rast mund t'i japim antipiretik. Atëherë, antipiretiku kryesor që rekomandohet është paracetamoli. Ai është zgjedhja e duhur dhe zgjedhja më me pak efekte anësore. Nëse paracetamoli nuk jep efektin e kërkuar, ne duhet presim të paktën 4 orë që t'japim një antipiretik tjetër, siç është ibuprofeni. Megjithatë, doja t'i këshilloja shpeshherë prindrit, sepse në një fëmijë për shembull që është me barke me të vjella, nuk rekomandohet ibuprofeni. Përveç efekteve anësore që ka në pjesën gastrointestinale, ai ka efekte anësore edhe në sistemin renal, pra dëmton veshkat. Dhe një fëmijë për shembull që është i dehidruar, është mirë që mos marrë ibuprofen. Zgjedhja e duhur për mua do ishte paracetamoli. Pra, edhe me paracetamol ne mund ta dominojmë, keni parasysh që paracetamoli ndonjëherë fillon efektin dhe pas 2 orësh, kështu që duhet ruajtur qetësia, duhet dhënë sa më shumë lëngje, duhet zhveshur fëmia dhe duhet vlerësuar gjendja e përgjithshme. Nëse gjendja e përgjithshme është komfort, nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar. Për sa i përket rihidrimit oral pastaj, pra dhënies së lëngjeve nga goja, ai duhet bërë shumë gradual. Te një fëmijë që ka të vjella, për shembull, rihidrimi duhet bërë shumë gradual, fillohet me nga 10 ml, 5 ml çdo 10 minuta, pastaj pasi ai të mbaj pak rihidrus nga goja, mund të kalojë te ndonjë ushqyerje shumë e lehtë, për shembull në një kos, edhe ky shumë gradualisht, sepse gabojnë shpeshherë prindrit, nuk ka ngrënë dhe nuk ka pirë dhe japin sasi të madhe pasi një fëmijë ka vjellë, dhe menjëherë fëmia do vjelli. Në këtë rast rekomandohet një ushqyerje shumë graduale. Qartë. Duhet të të pyes pak doktoresha për sa i përket ajrit kondicionuar, sa i rrezikshëm është, duke qenë se është nxehtë, tani është e vështirë ndonjëherë të gjesh atë temperaturën optimale të dhomës dhe mund të ekspozohemi më shumë se ç'duhet ndaj ajrit të kondicionuar për 22 apo 23 gradësh, edhe më pak ndonjëherë. Ai që rekomandohet nga gjithë shoqatat pediatrike është që temperatura e dhomës të jetë paktën 5 deri në 6 gradë më pak se sa mjedisi i jashtëm. Pra nuk duhet bërë ndryshim drastik mjedisit të jashtëm, po një 5 gradë në temperaturën e jashtme, sepse ndryshimet e mëdha dhe drastike nuk janë shumë mira. E para, e dyta, fëmia nuk duhet lënë rrymën e ajrit. Pra nuk duhet të kryejmë për një aircondicioner, nuk duhet lënë drejt për drejt. Fletët duhet jenë drejtuar në një drejtim tjetër që të mos rrahen tek trupat e vegjëlve. Ne që më mirë hapet një kondicioner në një dhomë tjetër, që nëse bebi është shumë i vogël dhe freskohet edhe më ku qëndron bebi. Po në përgjithësi 24, në përgjithësi te 26 gradë është rekomanduar të mbahet temperatura dhe jo ndryshime drastike me temperaturën e jashtme. E kuptoj. Sepse nuk janë të përshëndetueshme. Duhen pastruar filtrat shpeshherë të kondicionerëve sepse ato mbajnë baktere. Shumë e rëndësishme për të përmendur se neglizhohet shumë shpesh. Të vogël në një dhomë që i kalon 35 gradë Celsius për shembull, nuk ka kuptim sepse fëmijët shpeshherë marrin temperaturën e mjedisit, sidomos bebat e vegjël që janë në 3 muaj, nuk janë në gjendje të menaxhojnë temperaturën e trupit dhe shpeshherë marrin temperaturën e mjedisit. Prandaj rekomandohet ajri kondicionuar, por me
patjetër me kufi. Pra, jo që ta bëj 20 gradë, 22 gradë që shikoj ndonjëherë që bëjnë shumë të ftohta. Këto, po temperatura, sidomos temperatura e mjedisit, për shembull duhet pasur shumë kujdes lënia e fëmijëve në makina, të mbyllura edhe për një periudhë shumë të shkurtër, në periudhën e verës, është shumë e rëndësishme. Nuk duhet lënë absolutisht asnjëherë sepse makinat marrin për një herë një temperaturë shumë të lartë dhe mund të kemi probleme me fëmijët. Janë të rrezikshme për shëndetin. Nuk e di raste alergjie apo irritimi të lëkure, pickim nga insekte apo zvaranik të ndryshëm kemi pasur? Gjatë stinës së verës me frekuentimin e pishinave ne na shfaqen shumë probleme në lëkurë, Krisi. Kryesisht problemet shfaqen si pasojë infeksioneve. Ajo që do rekomandoja ishte që shpeshherë për shembull para se të shkojnë në pishinë duhet bërë një larje trupit po ashtu sidomos nëse pas kur del nga pishina. Para dhe pas. Para dhe pas. Pra nëse ti e çon fëmijën në një pishinë, para për të ruajtur dhe të tjerët, si thua, dhe pas për të ruajtur veten. Sepse pasi është larë në një pishinë, duhet patjetër larë dhe mundësisht për mendimin tim duhen tharë patjetër veshët, sepse veshët shpeshherë bëjnë infeksione të jashtë, të veshit të jashtëm, pra shpeshherë na vijnë shumë herë fëmijë me atë që quhet veshi notarit, si pasojë ndetjes së gjatë në ujë, bëjnë infeksione të veshit të jashtëm. Pra duhen tharë dhe veshët, mundësisht edhe të përdorësh një tip alkooli që të disinfektoj kanalin e jashtëm të veshit, apo përdorimi ujë fiziologjik në hundët pasi ke përdorur një pishinë, për shembull. Pra këto rekomandohen të bëhen pas larjes në pishinë. Sepse janë shumë të ekspozuara për të pasur baktere, pavarësisht se mund të jenë të mirëmbajtura në vende të mbi frekuentuara, në përgjithësi është e kontaminuar uji, nuk e siguri. E vërtet. Shpeshherë fëmijë edhe me infeksione të lëkurës si impetiko, që janë infeksion nga streptokok, stafilokok, janë infeksione që vinë nga janë raste të shpeshta, doktoresha, apo sporadike? Po kryesisht në periudhën e verës janë shumë të shpeshta, për shembull impetikot që janë infeksione në lëkurë kemi shumë të shpeshta në periudhën e verës, si duket edhe mungesa e higjienës, ndoshta ajo aq mirë sa duhet në kushtet e plazhit, bën që shpeshherë fëmijët të na vinë me infeksione në lëkurë. Po ajo që rekomandohet është gjithmonë larja e mirë me sapun antibakterial të fëmijëve pas plazhit. Një këshill të fundit për fëmijët, pse jo, si t'jenë më të shëndetshëm, më energjik gjatë ditës, për atë se çfarë duhet konsumojnë në vaktet e tyre? Atëherë konsumimi i produkteve gjatë stinës verës duhet jetë pak i kujdesshëm. Mos lini jashtë frigoriferit ushqime që kanë mish, përmbajtje bylmeti, vezë për periudhë të gjatë mbi 2 deri 3 orë. Keni kujdes, futini në frigorifer dhe nëse kanë qëndruar për kohë të gjatë mos i konsumoni, sepse ne shpeshherë na vinë lëmime nga ushqimet në këtë periudhë. Keni kujdes se çfarë konsumoni, rehidroni sa më shumë fëmijët tuaj, pra dhënia e lëngjeve sa më shumë na mundson që t'i mbajmë ata më energjik gjatë ditës, sepse mungesa e lëngjeve shpeshherë i bën ata pasiv, pra nuk ndjejnë atë energjinë e dur, sidomos nëse kanë qëndruar për kohë të gjatë në diell. Ekspozimi në diell duhet shoqëruar patjetër me faktor mbrojtës, pra një bebe në 6 muaj duhet patjetër të marrë faktor mbrojtës, të mbaj kapele mbrojtëse dhe veshje të lehta, mundësisht që të mbrohet nga dielli, sidomos pas orës 12, kjo është shumë e rëndësishme, është shumë e rekomanduar nga shoqata pediatrike, mbrojtja me krem SPF o me filtra fizik. Është shumë e rekomanduar. I tham të gjitha besoj, doktoresha. Besoj se po. I tham të gjitha këshillat dhe për të gjithë ata që e kanë humbur ne mund ta ndjekin këtë hapësirë në kanalin tonë të YouTube-it, Mirëmëngjes Shqipëri, janë këshilla shumë të vëra, të cilat është mirë t'i themi dhe t'i përsërisim her pas here, sidomos kur vjen puna tek fëmijët, sepse alarmi më i madh aty është, sidomos dhe te prindrit e rinj, të cilët duhet të këshillohen mbase pak më shumë se ata që janë me fëmijën e dytë apo me të tretin tani më. Patjetër do mundohemi bashkërisht ta bëjmë këtë mision që t'i japim sa më shumë informacion prindërve, duke ardhur në ndihmë të gjithë atyre që kanë nevojë në këtë periudhë. Shumë faleminderit doktoresha që ishit me ne sot. Uroj një fundjavë të mbarë dhe punë sa më të lehtë. Faleminderit. Ecim me programin e do të shkojmë në kulturë dal nga dal. Kemi ende shumë për të folur në Mirëmëngjes Shqipëri.